Po mirë, hajde t'i vend ca pika mbi i në këtë marrëdhënien mes Rozanës, Eglit dhe Gjestit. Si nisi, sepse Egli dhe Gjesti me dhe mek akuzojnë Rozanën që i ka thënë jo pse keni bërë seks, e kupton ti edhe kështu me radhë. Tani ta shikojmë se si ka nisur dhe si qëndron Rozana në raport me këtë çift. Opa. Si keni thënë? Rozana di kush e ka thënë. Ha kush? Gjiboni. Gjiboni. Kujdes, po dal po rrethot. Egli, është që kena bërë seks. Ndryshe, Edhe nese. Ajo është në ajo. Me pak fjalë, Gjesti e dinte shumë mirë se kush e ka hapë si muhabet. Pra Gjibani thot, dhe merr përgjigje nga Rozana, provokon Rozanën, dhe Rozana i thot që kjo është puna juaj, nuk më intereson. Fare. Pra Rozanës nuk i intereson fare çka kanë bërë ata dy. Ky është fillimi dhe Gjesti tani, duke e pa që Rozana nuk influencohet fare nga kjo histori dhe nuk i intereson fare si histori, atëherë thur një plan tjetër me Eglin në krevat. Shikojeni pak. Opa? Kam provoku vetë. Me rrejt Rozanën të. Të madhe, Pra me pak fjalë, e pa që nuk i eci me Rozanën, Rozana nuk e mori fort për të mirë qenë, domethënë nuk i interesoi fare që a kanë bërë as kanë bërë gjë këta. Këta bin dakord, duke e nisur dhe nga Egli, thotë unë e kam provokuar, thotë po s'm ka dhënë gjë. Po mirë thotë ta provokojmë edhe herë nesër ta rrem Rozanën, që pra përpiqen t'i bëjnë një lojë Rozanës, përpiqen t'i bëjnë një hile që ajo të bi brenda në këtë muhabet, sepse intereson që gjithë debatin për këtë çështje ta kenë me Rozanën dhe jo me ndonjë tjetër. Pavarësisht se ja pas ka thonë Gjibani, pavarësisht se mund t'ja ke thonë dhe Gerta, po intereson ta kenë me Rozanën. Sepse shikojeni pak tashi se si e vën në plan, e vën në zbatim planin që ata kishin për ta bërë Rozanën fajtore për këtë gjë. Shikojeni pak. Opa. Aha. Tamam palaço. Shiko kush është marri, thot. Opa. Por edhe gjatë zbatimit të këtij plani përsëri s'po ecën. Përsëri ajo i thot shif kush është marr dhe përsëri ajo ky i thot që ti je manipuluese. Kjo në fakt si ka thënë asnjë gjë. Pra kemi të bëjmë që ta përmbledhim pra. Kemi të bëjmë me një provokim të Gjestit ndaj Rozanës. Rozana i ka thonë nuk më intereson fare ç'a bëni ju në krevat. Dhe pastaj të dy janë futur tash në aksion për të provokuar Rozanën që Rozana të merret me këtë punë, ndërkohë Rozana nuk merret. Dhe s'po merret as pasi ata po aplikojnë planin. Pra, unë e kam thënë gjithmonë, mor miq që ta përmbyllim. Unë e kam thënë gjithmonë që marrëdhënia mes Rozanës, Gjestit dhe Eglit, sidomos Rozana Gjesti, do vi një moment që do shpërthej, por kam bërë gjithmonë pyetjen. Kush do jetë ai i pari që do ta sulmoj tjetrin, që do ta provokoj tjetrin? Dhe në këtë rast, ai i pari gjithmonë është ai i friksuari. Dhe në këtë rast i pari është Gjesti dhe e dyta Egli dhe pastaj Rozana është viktima e kësaj loje të shëmtut. Unë këtë e quj, me thonë drejtën, një prerje në besë që i bën Gjesti Rozanës dhe është hera e dytë që ja bën. Pra, e ka prerë në besë një herë tek shpella, kur deshim i bën një prank, një lojë për ta nxjerrë keq, dhe hera e dytë që ai kërkon ta nxjerrë keq Rozanën është kjo. Dhe kësajt i thon shqip puro pastër prerje në besë. Nuk e prisja këtë lloj loje të Gjestit ndaj Rozanës, megjithatë publiku shikon, se ti shiko, mund t'ja fusësh atyre që i ke brenda, njerëzve aty, po publiku s'ja fut dot. Është i fort publiku. I shef dhe i gjykon të gjitha. Hajde, ciao.